Para se me ndru uniformën edhe më na gnu për fund një kong dashnisë, çka keni mesazh, domethënë me këtë uniformë drejtuar edhe qeverisë Kosovës dhe gjithë atyre që paka shumë në një farformë ju kanë harruar. Është shumë e vërtet që na kanë harruar. Aja qeveri, tash kjo qeveri nuk e di unë kujna më gjyt fojnë, po e vërtet është na kanë harruar. Ka erdhë ti valla, ka dole ti, ka ndërtove shtetin. Ku nise, pikun t'ja nise. Janë njëse për së uniformës. Jo që jam unë në pjesë e saj, po janë shumë dëshmorë e luftetarë tjerë e martirë që kanë dhonë gjak për shto. Kujtuje që ato çdo kryeministër në ta kujton që ato. Ka erdhe ti që ato në karrik. Erdhe prej që soj sakrifisës popullit. Jo zotëri në parti, ku dilni me apliku ose me konkuru ose me lyp votën, ju kallëzënëm shka keni me bon me trunë. Tash neve patriotizmi me armë ka përfundu. Tash neve na duhen njerëz që drejtojnë shtetin, punojnë drejt, nuk e damtojnë, nuk e njëllosin, nuk e drejtojnë shtetin mirë, jo kështu që unë s'jam të marrë vesh kur gjë. Absolut s'jam të marrë vesh kur gjë, si një farë pazari, një farë. I pak noqën me këtë në shqetësit që përbon prej... Aja më ka prejkë mas shumë ti, edhe pse si çdo qytetar i ndershëm e kom pranu, domethënë zgjedhjet i kemi pranu gjithë, i ka fitu, domethënë, partia që është në pushtet, po kjo për mua është shumë prekse edhe pa pranueshme dhe që duhet shpjegim pse është e vërtet që i marrin ata në shtetësit, a janë t'i marrë, nëse është e vërtet duhet të marrë urgjent, duhet marrë diçka, se është shumë e dëmshme. Pse? Po nëse i fitojnë ata që po thojnë 500.000, 700.000 serb, nëse marrë në shtetësi, nëse në zgjedhja i deli barabartë me ty. Nuk jam unë jam apartijak, nuk jam shumë mas partive, po e du shtetin se për shta kom luftu dhe kemi dhe gjak, mas 3.000 vjetë kemi arrit me bo një shtet. Tash nuk mund është ti asas një tjetër me një lus ose me dhonë këtë shtet, se u dhonë shumë për këtë shtet. Kështu që unë e kërkoj një sharrim, në ashtë aty ju duk na i vogël, po në vitë frund jam kon shumë i malë, po nuk u konaj. Ti shkonaj maj mason, i shkonaj. Kështu që kërkoj një sharrim për gjithë qytetarët, a është e vërtet kjo që kanë mi marrë ata 700.000 serb në shtetësit? Apo e kam gabim? Inshallah kam gabim. Nëse kam gabim, dirithujmë avlodha shënëshëm, mua dhe gjithë qytetarët. Po që ka fitu VV-ja, në regullim, fiton, udhëheq sa mundet, vjen tjetra këtë në regullim. Po kjo është e dëmshme. Ku preket çështje nacionale është e dëmshme. Po që fiton, s'di me menaxhu, ato janë, për mua janë pranueshme. Kjo është diçka që nuk kalan. Nuk do të me kalu, po shta kërkoj sharrim, nashta jam gabim, jam keq informu, nëse jam keq informu, ju lutna dil e përmisënëm edhe shërënëm. Se unë e që ashtu përmenet, që të e kam dëgju, edhe është e damshme sa drejt.